Plagosja ish policit shqiptar, autoritetet italiane zbardhin ngjarjen si u qellua nga vrasës me pagesë. Skenar shqetësues po hapen rreth plagosjes së Fatoscenait, një 59 vjeçari shqiptar me banim në Itali, një polic i respektuar në Shqipëri për shumë vite. Në orët e fundit, hipoteza e një të shtënet pavullnetshme të qelluar nga një pushk nga ndonjë banor i zonës me qëllim testimin e një arme të re është hedhur poshtë. Gjurmët e një prite po fitojnë terren. Zona ku ndodhi ngjarja të dielën në mëngjes në 8 qershor, pak pas orës 8 në Via Casoni Base në Fontaniva është në mes të fshatit. Në fakt një vend ideal për të goditur dhe për t'u aratisur pavën re. Po hetojt hipoteza se një makinë ju afrua 59 vjeçarit nga pas ndërsa i pongiste bicikletën e tij për të shkuar në punë në një fermë aty pranë, rreth 2 kilometra larg shtëpisë. Nga dritarja, një vrasës me pagesë mund ta ketë qelluar nga afër derisa i ra në tokë. Plaga e shkaktuar në lartësinë e veshit është pothuajse e padukshme. Kjo do të sugjeronte përdorimin e një pistolete për përdorim sportiv.